shumë familje mundohen të shmangin operimit ose mos ta bëjnë fare duke pasur idenë çka nëse fëmiu im friksohet dhe si do ta pranoj, sepse në operim askush nuk vjen duke qeshur e duke luajtur, secili para sallës është duke qajtur, i mërzitur. Dhe ashtu siç thash, ne prap duhet të bëhemi edhe pak pedagog, përveç që jemi kirurg. Ne duhet ta bëjmë jo vetëm pa ndjerë dhimbje këtë fazë, por edhe duke i ndihmuar që ta kalojnë sa ma lehtë këtë fazë të jetës së tyre. Gjërat që i bëjmë në këtë aspekt janë duke i trajtuar shumë mirë, mundohemi t'i argëtojmë gjatë secilit intervenim, pa i shkaktuar dhimbje. Nga njëherë ne sjellim edhe palaqo, bëjmë edhe role të palaqos aty në sallë. Edhe kur të vije koha e operimit, pastaj ja japim anestezionet, pra kur të vinë në dhomën, që do të marim anestezionin, sepse pastaj nuk ju kujtohet pjesa tjetër, por kjo pjesa, derisa të marin anestezionin, kalon ëmbël edhe mundohemi që edhe kur t'ja japim në vena çfarë do tjetër, pasi që t'i fusim në gjumë, i bëjmë të gjitha, në mënyrë që fëmiu mos ta sheh asgjë, asnjë gjilpër të anestezionit që do ta marr. Ağrı kesici tedbiri almış oluyoruz. Dhe kur të zgjohet, ne marrim paraprakisht masat e plota të medikamenteve të cilat janë kundër dhimbjeve. Dhe në këtë formë, ata kur dalin për operacionit nuk e ndjejnë. Dhe për faktin që i kemi dhënë pra qetësues dhimbjesh, ata nuk ndjejnë dhimbje, dhe me qese nuk ndjejnë dhimbje, pastaj efekti ansori ndikimit psikologjik zvoglohet. Pra kur e kuptojnë që nuk kanë dhimbje fizike, ata rehatohen, dhe pastaj edhe ne jemi në rregull.